إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاد عليه الصلاة والسلام. Falëndrimet I takojnë të madhit Zot Xhella Taala, paqja bekimet e Allahut qofshin mbi profetin e tij, mbi familjen e profetit dhe mbi gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij deri në Kiamet. Të dashur vëllezër besimtar, nuk ka mundësi që të vijë Ramazani e që besimtari të mos hulumtoj dhe të di më shumë për jetën e pejgamberit të tij. Nga se Allahu Xhella Taala e ka dërguar profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam mësues udhërofyes për umetin e tij që në mënyrë praktike t'ia zbërthej dispozitat dhe farzët e Allahut Xhella Taala. Mos prezenca e profetit sallallahu alaihi wasallam do të na bënte neve të pamundur ta kuptojmë që mos ta kuptojmë drejt agjërimin ton, namazin ton e kështu me radhë. Andaj nuk ka mundësi që të vije Ramazani që besimtari e kupton që është shtyllë prej shtyllave të kësaj fejes. Allahu Xhella Taala ja ka bë obligim çdo mashkulli dhe femër që është fizikisht dhe psikikisht I shëndosh jo udhëtar këtë farz prej farzëve të tij. Është shumë interesante se jeta e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mundësia e qasjes në jetën e tij është shumë e lehtë. Pra atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo vetë se umetit të tij, por gjithë edhe atyre të cilët nuk janë pjesë e umetit të tij, ja ka mundësu që të kenë qasje për ta hulumtu, për ta studiu dhe më pas që të udhëzohen drejt nëpërmes udhëzimeve të tij sallallahu alaihi wasallam. Nëse ndalmi një ditë në Ramazan, se si profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e kalonte ditën e tij, fillimisht do të gjejmë një ndarje që profeti e ndante ditën në 3 pjesë. Ishte një ditë, pra dita e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Ramazan, ishte pjesa kryesore, prioritet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë tërë jetës së tij, por në veçanti në Ramazan e shtonte intensitetin e përkushtimit të tij, ishte pjesa me Zotin e vet. Pjesë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithherë I ka dhënë përparësi gjatë jetës së tij, por në Ramazan ky përkushtim shihet edhe më shumë. Shohim hadithe të shumta të cilët tregojnë këtë përkushtim. Një ndër ta transmeton Imam Buhariu nga Zeid ibn Thabit radiallahu anhu, I cili ka thënë: kemi ngrënë syfër me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, më pas u ngrit për të falë namaz. Pra, prej gjërave që këtë pjesë dallohej profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ai e shtonte namazin e tij gjatë ditëve të Ramazanit, siç njihet namazi natës apo edhe namazi I teravive. Gjithashtu Abdullah ibn Harith, I cili e transmeton nga një sahabi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, I cili ka thënë: kam hyrë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ai ka qenë duke ngrënë syfër dhe tha: ky është një bereqet të cilën nuk ka dhuruar Zoti, prandaj mos e leni. Edhe respektimi I kësaj kohe që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ngritej dhe ngritej për të ngrënë pra syfër dhe mësonte umetin e tij, sepse është një kohë prej kohëve të bekuara që e don Allahu dhe e ka vlerësuar profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sipas transmetimeve të shumta, asnjëherë nuk falej përderisa bënte iftar. Është ardhur në një transmetim ku përmendet se iftari I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam fillimisht
me hurme të cilët ishin më të buta, që njihen si rutab. Pastaj nëse nuk gjente ato, ai bënte edhe me hurme të thata. Pastaj nëse nuk gjente hurme, profeti sallallahu alaihi wasallam bënte iftarin e tij me ujë e më pas falej sallallahu alaihi wasallam. Prej haditheve të cilët tregojnë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka falë namazin pa bë iftar, transmeton Enes ibn Malik, i cili ka thënë nuk e kam parë asnjëherë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të jetë falur para iftarit, edhe në qoftë se ka pi vetëm një gotë me ujë. Siç e dini, Enesi radiallahu anhu është një ndër sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por është ai i cili ka shërbyer edhe profetit për vite të tëra në jetën e tij sallallahu alaihi wasallam. Pjesa e dytë shumë e rëndësishme për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka qenë familja. Ai në tërë jetën e tij i ka kushtuar rëndësi familjes së tij. Familja është të gjithë ata që jetojnë në një kulm të shtëpisë. Edhe pse ishin kasolla të vogla, është shumë interesant se si u zhvillua ajo jetë brenda këtyre kasollave, që ka sjell lumturi brenda tyre, ka sjell harmoni. Pastaj prej këtyre kasollave kanë dalë gra e burra, të cilët e kanë udhëheq umetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mas vdekjes së tij sallallahu alaihi wasallam. Rëndësi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i jepte familjes në Ramazan, që ishte pjesa e dytë, shumë e rëndësishme, shihe edhe në debatet, në bisedat që ai kishte me gratë e veta, me vajzat e veta sallallahu alaihi wasallam, për cilët nga nana e besimtarëve Aisha radiallahu anha, e cila thotë se një ditë prej netëve e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam çfarë të them kur vije nata e Kadrit, ai sallallahu alaihi wasallam i tha: thuaj o Allah ti e falës e don falën, prandaj më fal mua. Gjithashtu nuk ka dyshim se në ditët e Ramazanit që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kushtonte familjes së tij, brenda këtyre ditëve kishte gëzime dhe kishte mërzi në jetën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Për gëzimeve që ndodhi në ditët Ramazanit në vitin e dytë të hijretit, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i lindi Hasanin, nipi i tij, i biri Aliut dhe Fatimës, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte prej fëmijëve pra të cilën ai e veçante, ishte edhe kynip dhe ishte gëzu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me lindjen e tij. Gjithashtu anën tjetër, siç është edhe jeta, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Ramazan, në ditën e Ramazanit, kur jemi tek familja, ajo përballë edhe me mërzi, kur një prej ditëve të Ramazanit vdiq edhe bia e tij, Rukeja, njëherët ishte edhe gruaja e Osmanit, apo siç njihet në historinë islame si migruese e dyfisht në tokën e Abisinis, ma vonë edhe në Medine. Ajo që shihej për rëndësinë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e tregonte me familjen e vet, shihej sa i kushtonte vëmendje, ulej me ta. Në fundin e 10 të Ramazanit, ai pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përveç që angazhohej vet në adhurim dhe falje, ai urdhëronte edhe familjen e vet që t'i bashkangjitej këtyre adhurimeve të cilat duhet besimtarët ta ngjallin në Ramazan, sidomos në 10 e fundit, ashtu siç përcillet nga nana e besimtarëve Aisha radiallahu anha, thot kur vinte 10 i fundit i Ramazanit, i ngjallte netët me ibadet, zgjonte familjen e tij prej gjumit, përpiqej për ibadetet të shumta, e shtrëngohej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për ibadet, si dhe largohej nga kontaktet martësore gjatë këtyre netëve. Kjo është pjesa e dytë, dhe pjesa e fundit është e rëndësishme të dimni si besimtar, se është pjesa ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja kushtonte umetit e tij sallallahu alaihi wasallam. Ebu Hurajra transmeton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
interesohej për agjërimin e ummetit e tij, për atë do të gjejmë shpesh herë që pejgamberi na ka këshillu alayhi salatu wassalam se si besimtarët ta ruajnë agjërimin e tyre. Nëse dikush nga ju është agjërueshëm, mos të flas fjalë të ndyra, as mos të bëj zhurmë, e nëse dikush e fyen atë sulmon, le t'i thot atij që jam agjërueshëm. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përgëzonte ummetin e tij, i thoshte besimtarëve çdo natë Allahu Jalla Ta'ala liron njerëz prej xhenemit gjatë Ramazanit. Ky ishte përgëzim që jepte motiv besimtarëve, ummetit e tij nga sahabëve, por dhe ummetit e tij pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se besimtarët angazhohen sa më shumë që të arrijnë falën e Allahut Jalla Ta'ala. Prej gjanave të cilët shihej prej mëshirës së tij pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të cilën e transmeton Buhariu nga Abu Dardaja, i cili ka thënë dolëm me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në një udhtim një ditë shumë të nxehtë, derisa e vendosëm dorën mbi kokë për shkak të nxehtët të madh. Asnjëri prej neve nuk ishte agjërueshëm përveç pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo tregon për mëshirën e tij sallallahu alaihi wasallam. Në një transmetim tjetër të Muslimit tregohet kemi dalë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në muajin Ramazan në një vapë ekstreme. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam inkurajonte ummetin e tij që të jepnin iftar për shkak që të arrijnë shpërblime sa më shumë. Kush i jep iftar një agjëruesi do të ketë një shpërblim të ngjashëm të njëjtë me të, pa i zvogëluar as pak shpërblim një agjëruesit. Kështu vazhdon profeti sallallahu alaihi wasallam të jeti kujdesshëm me ummetin e tij, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithherë kujdesej që t'ia leçonte ummetit e tij. Kur ata e panë që profeti sallallahu alaihi wasallam sahabët po agjëronën somin, agjërimin el-wisal ose agjërimin e pandërprerë, dëshiruan që t'i bashkangjiten profetit sallallahu alaihi wasallam, ai nuk i lejoi që të bënte një punë të tillë dhe i tha se ju nuk keni mundësi sepse mua më ushqen Zoti im. Përveç këtyre transmetimeve, ai sallallahu alaihi wasallam ulej me ta, bënte iftar dhe në shumë transmetime tregohen sahabët thonë se kemi bë syfër me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kjo është vetëm një pjesë e reflektimit që tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si ka qenë një ditë e tij në Ramazan, duke munduar që ne të jemi nga ata të cilët e pasojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në jetën e tij, duke lutur Allahun Jalla Ta'ala që të na bën Allahu pasues të denj të sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lutnu Allahun këtë ditë xumaje, këtë ditë të bekuar, të këtij muaji të bekuar, sepse Allahu u përgjigjet lutjeve të besimtarëve.